Jemi në rrugën Zenel Gjoleka, një rrugë e rëndësishme këtu në Bashkinë Vlorë, e cila prej shumë vitesh nuk ka njohur investim, por më në fund është investuar dhe shikojmë që kushtet e investimit janë deri diku të mira. Por megjithatë, afrohemi, pavarësisht se rruga ka përfunduar dhe është kolauduar, kemi këtë situatë këtu. Trotuari është shëmbur dhe kjo shëmbje përbën një rrezik për jetën dhe sigurinë e qytetarëve. Është gjithmonë e rëndomt kjo situatë, një situatë e tillë, pasi pavarësisht se lekët hidhen, cilësia e punimeve gjithmonë lë për dëshiruar. Blu Televizion do të investigojë më tej se çfarë ka ndodhur me rrugën Zenel Gjoleka dhe nëse lekët e taksapaguesve shqiptar dhe vlonjat janë prishur siç duhet. Zenel Gjoleka, rruga që kushtoi miliona e që nisi të prishet pa u inauguruar mirë. Banorët e lagjës 24 Maj ngren alarmin. Rruga Zenel Gjoleka pranë ujësillësit në lagjen 24 Maj në Vlorë është rikonstruktuar me fonde të Bashkisë Vlorë, por ende pa kaluar shumë kohë nga përfundimi i punimeve, ajo ka nisur të jap shenjat e para të dëmtimit. Sinjalizimi ka ardhur nga banorët e zonës, të cilët shprehen të shqetësuar se rruga po çahet dhe po dëmtohet në disa pjesë. Sipas tyre, nëse problematikat kanë nisur ka shpejt, atëherë lind pyetja se çfarë cilësie kanë pasur punimet dhe sa do të rezistojë kjo rrugë në muajt në vijim. Por shqetësimi nuk lidhet vetëm me asfaltin. Banorët e lagjës 24 Maj jashtë kamerave ankohen edhe për kanalin e papastruar, për ndriçimin publik që nuk funksionon dhe për aromën e rëndë që vjen nga fusha e mbetjeve. Ata thonë se zona vijon të mbetet pa vëmendjen e duhur, pavarësisht investimit të kryer në rrugë. Rikonstruksioni i rrugës Zenel Gjoleka ka qenë objekti një tenderi të zhvilluar nga Bashkia Vlorë. Fondi i limitit ka qenë 450 milion lek pa TVSH, ndërsa në garë kanë marrë pjesë 8 operatorë ekonomik. Fitues është shpallur Avduli SHPK me ofertë 330 milion lek pa TVSH. Ajo që ngrë pikpyetje është procesi i tenderimit. Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar 4 operatorë, mes tyre ka qenë dhe një ofertë që është vlerësuar si anomalisht e ulët. Në praktikat e monitorimit të tenderve, raste të tilla njihen si flamuj të kuq, pra element që nuk provojnë domosdoshmëri shkelje, por që kërkojnë më shumë transparencë dhe verifikim. Pas shpalljes së fituesit, një bashkim kompanish BOE Viscons Group, Mela dhe Labi ka bërë ankesë në Komisionin e Prokurorimit Publik, duke kundërshtuar kualifikimin e ofertës së Avduli SHPK, por vetëm pak ditë më vonë këto kompani janë tërhequr nga ankesa. Për këtë arsye, Komisioni i Prokurorimit Publik ka vendosur mbylljen e procedimit administrativ. Kjo lë pas një pyetje të thjeshtë: pse u bë ankesa dhe pse u tërhoq kaq shpejt? Për këtë rrugë ka pasur edhe një procedurë më vete për supervizim, me fituese Daniela Leshaj, pra projekti ka pasur kompani ndërtuese dhe mbikëqyrje. Megjithatë, sot rruga po shfaq dëmtime. Bashkia Vlorë duhet të sqarojë nëse janë bërë kontrollet e cilësisë, nëse rruga është marrë në dorëzim sipas rregullave dhe nëse kompania zbatuese ka detyrim të riparojë dëmet. Në fund, pyetja që bëjnë banorët është e drejtë për drejtë: ku shkuan paratë nëse rruga po prishet kaq shpejt?